Ju përshëndes nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Bashkia e Vlorës ka nisur rikonstruksionin e rrugëve të brendshme në lagjën 24 maj, por banorët ankohen se punimet janë ndërprer prej ditësh. Sipas tyre, rruga është e mbushur me çakëll dhe trotuari është shembur, duke vështirësuar lëvizjen. Banorët kërkojnë rifillimin e punimeve për t'i dhënë fund problemeve që i shqetësojnë prej 26 vitesh. Bashkia e Vlorës ka nisur rikonstruksionin e rrugëve të brendshme në lagjen 24 maj. Për banorët e zonës, projekti që mezi e prisnin të realizojë ndër vite, po shkakton shumë probleme. Rruga sipas tyre është e mbushur me çakëll, trotuari që gjendej në të është shembur dhe punimet më pas janë pezulluar prej ditësh. Banorët tregojnë se firma që ka fituar këtë projekt punoi vetëm disa ditë dhe më pas u largua nga zona, duke e lënë lagjen në gjendje më të keqe edhe se më parë. Ky projekt sipas banorëve është tepër i rëndësishëm, por ai duhet të realizohet në kohë dhe me cilësi, gjë që e cila deri më tani nuk po përmbushet. Ata shpresojnë që situata të ndryshojë dhe të shpëtojnë më në fund nga pluhuri dhe balta në një rrugë që për ta është kthyer në gangren prej 26 vitesh. Shikoj thjesht. Kemi edhe ma plazhi, zujnë turistë. Ka dëmtuar që. Ta që është mirë, po kur bje shi, do të kesh gomonet ka lështu. Ndërkohë kanë vënë edhe një tabel që do filloj punimet e rrugës. Do fillon të tash jenë ndërprenë. Pse? Për turizmi. E ka lënë për të vazhduar në shtator. Është nevojshme për një rrugë? Është nevojshme rruga, po pa rrugë ku do vesh, ka jetë. Sa vite ka në gjë vjetë keqe? Sa ka, 30 vjetë ka mundë. Shuka që më t'i këtu je, s'ke hyra në më poshtë. Hyra në më poshtë, shikora në më poshtë jeshtë. Të shi shpresë, na premtuan, ka vene piketa, a do bëhet, a do bëhet. Po themi që do bëhet, se ka erdhur kryetari i bashkisë, edhe një deputet ai Vullnetësina, na ka premtuar, kanë vënë ato shenjat piketat, tërë ato. Faleminderit. Po be kjo, në këtë rrugë duam, s'dojmë gjithë tjetër. Se tjera ti kemi vetë ka ata. Projektet që zihen këtu, zihen për një moment ku ngjet preza kryqja atyre. Edhe bën atë që të mbyllin gojën që mund të shtohet numri atje të protesta. E kupton? Unë jam të gjodën. Si? Sa ku ka që është vendosur tabelën? Këtë tabelën ata kanë tani asë një muaj që e vullë. Edhe prishën dhe këtë këtu që të shpje të thujmë qafën e se të sëmur jemi. E thamë që këshirë se unë bura dhe unë të fëmijët dhe ata ti që janë në Itali në mbarë tyre. Si për fundim, asë edhe po fillojnë, kanë plan, kanë këtë, kanë atë, por ata e dinë se kur do fillojnë e kur do e mbarojnë. Në këtë gjendje, unë jam 74 vjetë, se dje i mbushe 74, edhe kjo aqë mbaj mëndun. Unë pres që të betë më mirë, për vetë me në arsye se e keqja me e vogël e shqiptarve, është këta që janë. Se të atë partë i pamë, si njerin dhe tjetërin, që janë ata që... Prandaj, e keqja me e vogël, që diçka ka bërë, ka rregulluar, nuk mund të themi fare. Të pak në kjo ishe për faqe zezë kam bërë me këtë. Tani presim që tani që janë dhe botime se këtë zakonisht që ku lëvizet ku vinë botimet, i bëhet ndonjë punim e kështu. Prandaj botimet për mendimin tim mos të bëjnë një herë në 4 vjet. Ju kam premtuar vazhdimisht që do ta shtroni rrugën. Kam vajte, kam dhe unë që më shikon ju këtu që po komunikoj me juve, e kam kërkuar këtë gjë. Disa herë jo do fillojmë, jo s'ka ardhur fondi, jo kjo, jo ajo. Tani ata e din, po tim fondet për rrugët e tjera tani që se kjo është rruga. Kjo rrugë është që është dhe në hartë, në gjitha rruga Prenga Petroshati, njët historikisht. Kurse këto në rrugët e tjera që janë hapur tani që kanë zënë pyet, kanë anë nafshatar dhe kanë zënë pyet, dhe kanë zënë këtoti, dhe ato i asfaltojnë, se andaj marrin votat është tjetër gjë. Kurse kjo që është tu se tek ne i ka sigur tha i këtu, se këtu bemi janë 2000 veta neve, në këtë vitë drejt. Edhe donë s'donë këta mirë dhe keq, neve te ata vemi. Po qana pyet, jetë direkt tashi. Po qana pyet atë gjëra, tashi është mirë. Po pa ushtruar, ishte betër, ishte cop-cop. Kanë ardhur janë 15 ditë, 20 ditë,
sa e sistemuan, edhe tani nuk po duken më se si e kanë punën, ata e din. Deri tashi, null. Unë këtu kam lindur, jam 75 vjeç, me gjendje të keqe ka qenë tërkohën. Projekti me vlerë mbi 61 milion lek përfshin rehabilitimin e rrugëve Rezmi Ramo, Minella Anastasiadi, si edhe Prenjë Petoshati. Punimet kanë nisur më tepër se 2 muaj më parë dhe afati përfundimtar i tyre është 4 muaj, ndërkohë që më tepër se gjysmë e këtij afati ka përfunduar, punimet nuk kanë avancuar as pak. Bashkia e Imarës dhe ajo e Vlorës shtojnë flotën zjarr fikse për përballimin e situatave të zjarreve gjatë sezonit veror. Pavarësisht se numri i vatrave të zjarrit këtë vit rezulton më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, autoritetet vlerësojnë se nevoja për mjete dhe logjistik mbetet e domosdoshme. Bashkia e Imarës dhe ajo e Vlorës shtojnë flotën zjarr fikse për përballimin e situatave të zjarreve gjatë sezonit veror, pavarësisht se numri i vatrave të zjarrit këtë vit rezulton më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Autoritetet vlerësojnë se nevoja për mjete dhe logjistik mbetet e domosdoshme. Sipas përgjegjësit emergjencave civile pranë prefekturës së Vlorës, Robert Skëndaj, Bashkia e Imarës është ndër njësitë vendore që ka kushtuar më shumë vëmendje forcimit të kapaciteteve dhe logjistikës për ekipet zjarr fikse në terren. Investimet kanë synuar përmirësimin e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren nga shërbimet në terren, veçanërisht në zonat malore dhe në territore ku ndërhyrja është e vështirë. Ndërkohë edhe Bashkia e Vlorës ka shtuar flotën e saj zjarr fikse, vetëm gjatë këtij viti flotës janë shtuar 2 mjete të rinj, duke rritur kapacitetet për ndërhyrje në rastet e zjarreve. Pavarësisht uljes së numrit të zjarreve, Skëndaj thekson se infrastruktura logjistika dhe mjetet e nevojshme mbeten një domosdoshmëri për shërbimet zjarr fikse, pasi janë pikërisht ekipet e terrenit ato që përballen në vijën e parë me flakët. Kryesisht këto situata janë përballuar me kapacitetet e qarkut të Vlorës, por vlen të përmendet që në 2 raste kemi dashur dhe mbështetjen si nga KMC-ja, ashtu dhe nga bashkitë fqinje, dhe në rastin e Ksamilit kemi pasur mbështetje edhe nga qarku i Gjirokastër. Një vlerësim dhe një bashkëpunim i mirë për këtë periudhë është për sa i përket edhe me Drejtorinë Vendore të Policisë, për sa i përket zbulueshmërisë autorëve të vendosjes së këtyre zjarreve. Por për vitin 2026, një hap pozitiv që mund të përmendet si vlerë e shtuar në territorin e qarkut Vlorë është shtimi i flotës së mjeteve zjarr fikse në territor. Këtu vlen përmendur Bashkia e Imarë, që është një nga bashkitë më shembull, që vetëm për vitin 2026 është përforcuar me 2 mjete zjarr fikse dhe me një bot zjarr fiks. Të njëjtën gjë kemi përforcime edhe në Bashkinë e Vlorës, në Bashkinë e Delvinës dhe në Bashkinë e Konispolit. Atëherë është hipokrizi që të them që rreziku ka kaluar, për arsye se nga viti në vit shohim që shtrirja e zjarreve nuk është më vetëm sezonale, korrik gusht ose shtator, por shtirjen e zjarreve ne pothuajse fillojmë që nga janari dhe vazhdojmë deri në muajin nëntor. Për sa i përket kësaj problematike që qarku i Vlorës për vitin 2025 ka qenë një nga qarqet më problematike për sa i përket si sasisë së zjarreve, ashtu dhe dëmeve të bëra, kryesisht në bashkitë Delvin dhe Fini, që kanë qenë më problematikat, situatat janë kthyer në normalitet dhe kundrejt akteve normative të qeverisë shqiptare kanë dalë fondet përkatëse për kompensimin e dëmeve si në Bashkinë e Delvinës ashtu dhe në Bashkinë e Finiqit. Situata e zjarreve krahasuar me vitin e kaluar ka rënë thuajse në 60% më pak. Megjithatë, rreziku nga zjarret nuk largohet asnjëherë, pasi zjarret nuk janë vetëm një problem i sezonit të verës, por mund të shfaqen gjatë gjithë pjesës më të madhe të vitit. Për këtë arsye, pajisjet, mjetet dhe logjistika janë të domosdoshme për ekipet që përballen drejt për drejt me vatrat e zjarrit. Në një tjetër aspekt, strukturat vendore dhe ato të sigurisë kanë vijuar punën për identifikimin e personave që dyshohet se kanë shkaktuar zjarre. Sipas Skëndaj, në bashkëpunim me policinë,
dhe prokurorin janë identifikuar autor të dyshuar për disa prej rasteve të zjarreve të regjistruara deri më tani, ndërsa hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të rasteve dhe vendosjen e tyre përpara përgjegjësisë ligjore. Autoritetet paralajmërojnë se pavarësisht përmirësimit të situatës krahasuar me vitin e kaluar, temperaturat e larta era dhe kushtet e thata vijojnë të përbëjnë një rrezik serioz për përhapjen e shpejtë të flakëve, duke e bërë të domosdoshme gatishmërinë e shërbimeve zjarrfikse gjatë gjithë periudhës. Stafi gjyqësor dhe infrastruktura në gjykatën e Vlorës tashmë janë plotësuar, duke krijuar kushte për funksionimin normal të këtij institucioni, por pavarësisht përmirësimeve në gjykatën e shkallës së parë, problematik mbetet ende gjykata e apelit. Stafi gjyqësor dhe infrastruktura në gjykatën e Vlorës tashmë janë plotësuar duke krijuar kushtet për funksionimin normal të këtij institucioni, por pavarësisht përmirësimeve në gjykatën e shkallës së parë, problematik mbetet ende gjykata e apelit. Kjo e fundit vijon të shqyrtojë çështje të mbartura për disa vitesh, duke krijuar vonesa të konsiderueshme në sistemin e drejtësisë. Sipas kreut të dhomës avokatisë në Vlorë, Durim Bajrami, situata me dosjet në gjykatën e shkallës së parë është përmirësuar ndjeshëm, por mungesa e një gjykate apeli në Vlorë vijon të jetë një problem serioz. Sot për fat të mirë kemi 17 gjyqtar, kemi në kohën e vettingut gjykata e Vlorës, siç jeni dhe ju në ndjeni, sepse keni qenë gjatë gjithë kohës dhe punës tonë dhe ju keni qenë hap pas hapit të punës tonë, u katandisëm edhe me 5 gjyqtar. Sot është e plotësuar organika për t'i thënë gjërat drejt, është e plotësuar, dosjet kanë ecuri të konsiderueshme në krahasim me gjykatat e tjera, ka ambiente gjykata e Vlorës për gjykimin e çështjeve, po ta krahasosh për shembull me gjykatën e Fierit, gjykata e Fierit ka të gjitha 6 salla gjyqi, ndërkohë që Vlora është me 15 salla gjykimi. Ajo që ngelet për të shqetësuar është ajo që ne kemi thënë vazhdimisht, është gjykata e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, që sot po gjykon çështjet civile të vitit 2017, vitit 2018, pra jemi vitit 2026 dhe jemi gati 7, 8, 9 vite mbrapa. Pra qytetarët shqiptar duhet presin 8 vite për të marrë një vendim nga gjykata e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Për sa i përket gjykatës së Vlorës, tashmë nuk mund të themi se dosjet janë problemi kryesor, pasi ka pasur një avancim të ndjeshëm. Problem mbetet gjykata e apelit, e cila nuk ndodhet në Vlorë. Sipas Bajramit, largësia dhe mungesa e gjykatave të specializuara në Vlorë, veçanërisht e apelit dhe gjykatës administrative, krijojnë kosto shtesë për qytetarët dhe subjektet që përballen me procese gjyqësore. Në disa raste, këto kosto dhe vështirësitë për të ndjekur proceset në Tiranë kanë ndikuar edhe në angazhimin e palëve në proces për mbrojtjen ligjore. Shiko, ne zgjidhjen e kemi dhënë, ne kundërshtimet tona i kemi bërë që në fillim, që kur u bë harta e re gjyqësore, pra nga harta me 6 gjykata apelit kalojnë në një gjykatë të apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, u kundërshtua nga ana jon, koha na dha shumë shpejt të drejtë për dështimin e kësaj harte gjyqësore, ka zëra për një rishikim të mundshëm të hartës gjyqësore, ne zgjidhjen e kemi dhënë të paktën të kalojë me 3 apele, të ketë Vlora një apel për rajonin e Jugut, të ketë Tirana për Qëndrën dhe Shkodra për rajonin e Veriut. Se sa do të merret në konsiderat, kjo ngelet troç nuk duan ta bëjnë, nuk do Këshilli i Lartë gjyqësor për ta bërë një hartë të re gjyqësore, sepse ka hallin dhe merakun sepse gjyqtarët largohen nga Tirana. Edhe gjyqtarët duhet jetojnë në Tiranë, nuk duhet jetojnë më në përrethë. Pra, ajo është stres e lartë që këta gjyqtarë duhet jetojnë në Tiranë. Sepse kjo ishte edhe shkaku që u bë një gjykatë të apelit të jurisdiksionit përgjithshëm. Ishte që gjyqtarët duhet i bjerë në Tiranë, duhet jetojnë në Tiranë. Edhe gjykata e apelit, gjykata e shkallës parë administrative, u hoq nga Vlora dhe u shkua në Lushnjë për t'u afruar diçka me Tiranën, sepse Vlora ishte më larg. Patjetër që është kaq që janë të rrequr, sepse qytetarët vlonjat, por jo vetëm ata vlonjat, por
sepse kemi dhe qytetar nga Konispoli, që janë dhe gati 160 km më larg se ne, në qytetin e Vlorës. Pra nuk e përballojnë dot koston për të shkuar, sepse ai që niset nga Konispoli duhet niset mëngjes, të shkojë në Tiranë sot, të flënë në Tiranë, të bëj gjyqi nesër dhe po ju bë dhe gjyqi, sepse dhe mund t'i dështoj gjyqi, dhe pastaj të niset prapë, pra i duhen 3 ditë kohë. Pra ky është kusuri i hartës së re gjyqësore. Pra largoj aksesi në drejtësi ndaj qytetarëve shqiptar. Dhe këtë ne kemi ngritur me shqetësim të madh dhe me seriozitet që në fillim kur nisi të aplikojë harta gjyqësore, kemi thënë që ju po cënoni një nga parimet bazë, një nga parimet themelore të kushtetuesës, aksesin e qytetarëve në drejtësi. Ndërkohë, sipas burimeve pranë avokatisë së Vlorë, diskutimet për ndryshime të mëtejshme në organizimin e sistemit gjyqësor ka nisur. Në diskutim është edhe mundësia e një reforme të re që do të rikthente modelin me 3 gjykata apeli në vend të shtrira në Vlorë, Tiranë dhe Shkodër. Një skemë e tillë synon decentralizimin e shërbimit gjyqësor dhe shkurtimin e distancave për qytetarët dhe subjektet që duhet i drejtohen gjykatës së apelit. Fëmijët e vegjël duhet të kryejnë domosdoshmërisht vaksinat e moshës. Sipas mjekut e Dimone, në Vlorë janë ulur ritmet e vaksinimit, kryesisht e grup mosha 0 deri në 1 vjeç, dhe kjo vjen si rrjedhojë e hezitimit të prindërve për të kryer mbrojtjen kryesore të shëndetit nga virozat. Fëmijët e vegjël duhet të kryejnë me patjetër vaksinat e moshës. Bluzat e bardha konfirmojnë se kemi një ulje të numrit të vaksinimeve. Edi Mone, mjek pediatër, tregon se ulja e numrit të vaksinimeve kryesisht e grup moshat 0 deri në 1 vjeç vjen si rrjedhojë e hezitimit të prindërve për të kryer mbrojtësen kryesore të shëndetit nga virozat. Moskryerja e vaksinave sjell më pas, sipas Mones, pasoja në shëndetin e tyre. Edhe kjo është pyetje me shumë vend, edhe kjo meriton situash jo vetëm një intervistë, por një emision, për arsye sepse problemi i vaksinimit ngelet një problematik, jo vetëm për neve në këtu, në këta ambulator, apo në Vlorë, por në gjithë Shqipërinë. Flasim për ambulatorin tonë, sepse gjithmonë këto kemi, si të thuash, fakte dhe këto duhet që të paraqisim, është që përsa i përket vaksinimit të grup moshës 0-1 vjeç, neve jemi mirë dhe kemi, si të thuash, atë hap që i bën mbrojtjen efektive tek fëmijët. Kemi një çalim të vaksinimit në moshën 1 deri në 2 vjeç për shkak se prindit ezitojnë që të bëjnë vaksinën e moshës 1 vjeç, janë 4, si të thuash, 4 antigene që jepen nëpërmjet një vaksine që është 3, që quhet FRP, dhe një tjetër që është kundër streptokokut. Dhe ata kanë një hezitim dhe këtë vaksinë shtyjnë. Hezitimi për të kryer vaksinën, sipas mjekut e Dimone, vjen si rrjedhojë e lajmeve të rreme se vaksinat sillin probleme tek shëndeti i fëmijëve. Sipas Mones, të tilla lajme që qarkullojnë janë të pavërteta pasi nuk kanë asnjë bazë shkencore. Pse? Se arsyeja është që njerëzit në mënyrë të painformuar dhe pa njohje hapin iden sikur këto vaksina janë të dëmshme për shëndetin e fëmijës. Dhe që nuk ka një bazë, le të themi, shkencore. Asnjë evidencë shkencore nuk e ka vërtetuar këtë. Flas për studime të cilat janë kohort që përfshin qindra mijëra miliona fëmijë të cilët janë vaksinuar. Dhe asnjëra prej tyre nuk tregon një lidhje shkak pasojë midis vaksinës dhe çrregullimeve të zhvillimit tek fëmijët. Për të gjithë prindërit që hezitojnë të kryejnë vaksinat tek fëmijët e tyre, Mone konfirmon se vaksinat janë mbrojtëset më të mira të shëndetit. Deri më tani, sipas Mones, në botë nuk ka asnjë rast të konfirmuar shkencërisht se vaksinat sillin probleme shëndetësore tek fëmijët. Çfarë do u thoje nga eksperienca personale për ta përmbyllur këtyre prindërve të cilët janë ende skeptik pse fëmija e tyre duhet bëjë vaksinën, apo shpesh që thonë që vaksina ka stimuluar tek këta probleme shëndetësore? Nuk është, si të thuash, aq e lehtë që të them me një përgjigje që unë do t'i mbush mendjen dhe do t'u them atyre që ata t'i bien fëmijët. Ajo që mundet që të them është
Unë inkurajoj që fëmijët të vinë dhe t'i bëjnë vaksinat, për arsye sepse ajo që unë mund të them vetëm është që në përvojën time 40 vjeçare, neve nuk kemi raste të mirëfillta të vërtetuara që vaksinat të ketë shkaktuar probleme të zhvillimit të fëmijës. Prandaj, ata duhet që t'i bëjnë këto vaksina për arsye se mbrojtja që ato shkaktojnë, pra të përsëmundjet, është e domosdoshme. Ju e dini shumë mirë që fruthi, apo rubela, apo tek gratë shtatzana, tek fëmijët, shkaktojnë sëmundshmëri shumë të madhe dhe dëme shumë të mëdha. Kështu që është e kotë që do të them që kjo vaksin ka shumë më tepër avantazhe se sa efekte anësore. Dhe efektet anësore janë të ngjashme me gjitha vaksinat e tjera që bëjnë. 1 deri në 2 ditë më pas kanë shqetësim tek vendi i injektimit dhe temperaturën, po asnjë rast tjetër nuk kemi vërejtur që të them që kanë bërë dëm të tjera. Faleminderit. Ju lutem. Vaksinat që kryen te grup mosha 0 deri në 1 vjeç, por edhe në 2 vitet më pas, janë me detyrim ligjor për çdo fëmijë që do të frekuentojë qerten, kopshtin dhe shkollën. Kalaja e Porto Palermos mbetet një nga monumentet më të vizituara gjatë sezonit turistik. Sipas kreut të drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore në Vlorë, Orges Fehimi, ky monument kulturor regjistron numrin më të lartë të vizitorëve, duke u renditur ndër destinacionet më të preferuara nga turistat vendas dhe të huaj. Kalaja e Porto Palermos mbetet një nga monumentet më të vizituara gjatë sezonit turistik. Ky monument kulture regjistron numrin më të lartë të vizitorëve, duke u renditur kështu ndër destinacionet më të preferuar nga turistët vendas dhe të huaj. Cilat kanë qenë sitet apo monumentet kulturës më shumë të vizituara gjatë këtij sezoni turistik dhe mund të themi që ka investime dhe çfarë do të bëhet në të? Do të kemi tjera investime? Në ato monumente të cilat ne kemi të match me shifrat për shkak edhe të hyrjes me bilet që bëhet në këto lloj monumente, si çdo vit monumenti më shumë i vizituar ka qenë Kalaja e Porto Palermos. Çdo vit ka një fluks shumë të lartë në Kalajën e Porto Palermos, e cila nuk është më e rëndësishme vetëm territorin e qarkut Vlorë, por është edhe ndër më të rëndësishme në Republikën e Shqipërisë. Për sa i përket investimet janë investimet të cilat janë në proces që vijnë që prej vitit 2025, por dhe investimet të reja që janë kryer gjatë vitit 2026. Unë do doja t'i listoja një pjesë të këtyre investimeve që kanë të bëjnë me territorin e jurisdiksionit të drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore Vlorë, ku janë investimet të kryera nga vetë institucioni, por dhe investimet të kryera nga donator. Investimet e kryera nga vetë institucioni ka përfunduar punime në ujësietsin e Vranishtit në Bashkinë Imar, vazhdojnë punimet në Kalan e Delvinës që ndodhet brenda qytetit të Delvinës, gjithashtu vazhdojnë punime në Kalan e Alipashës në fshatin Qesarat në Bashkinë Finiq, ka përfunduar edhe gërmimi arkeologjik, si çdo vit që kryhet gërmim arkeologjik në Parkun Arkeologjik të Amandjer, me zbulimin e një godine antike, e cila dyshohet ose mendohet se ka pasur një funksion blektoral, por është pjesë e studimeve të mëtejshme. Ndër investime që do të listonim nga donatorët, vazhdojnë punimet për infrastrukturën lidhëse që po kryhet për urrën e Bratajt, si dhe për pikën panoramike, vazhdojnë punimet për ngritjen e muzeut hebraik, ku kemi hyrë në një fazë shumë intensive të punimeve pasi kam përfunduar pilotimi i gjithë perimetrit ku do të ngrihet godina, kanë filluar punimet dhe ky është një lajm shumë i mirë për gjithë besimtarët e komunitetit musliman për xhaminë e Muradijes ose xhaminë e Plumit siç ne e njohim dhe pritet që brenda vitit 2027 to punimet të përfundojnë. Kanë filluar punimet e restaurimit për kishën e Gjergjit në fshatin Suk të Bashkisë Roskovec dhe janë drejt përfundimit punimet që kanë nisur që prej vitit 2025 që kanë bënë me Kalan e Kaninës, Kalan e Boshit dhe shpellën e Spiles në Bashkinë Imar. Ajo që do të shtoja ka të bëjë edhe me konkludimin e hapave ligjor që po kryen për punimet që do të fillojnë së shpejti edhe për Muzeun Kombëtar të Pavarësisë, të cilat janë jo vetëm punime restaurimi, por kanë të bëjnë edhe me muzealizimin e gjithë objektit ose ridimensionimin e një muzealizimi të ri që duhet të ketë ky objekt.
Me aktin normativ të këtij viti, gjithashtu, të muajit qershor korrik, janë miratuar edhe disa punime të reja që do kryen në territorin e qarkut Vlorë për monumentet e sitet arkeologjike dhe në bashkinë Vlorë pritet të fillojnë punimet gjatë muajit shtator, restaurimi i kishës së Shërmërisë së Marmirojt në Orikum, restaurimi i ujësjellësit Ferunit që ndodhet në fshatin Dukat, restaurimi i kalasë së Gjon Boçarit që ndodhet në fshatin Trajgjas dhe restaurimi i një seksioni që ka të bëjë me monumentin e ish prefekturës. Kreu i Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në Vlorë, Orges Fejimi, konfirmon se kalaja e Porto Palermos është një nga monumentet më të rëndësishëm, jo vetëm për qarkun e Vlorës, por edhe në shkallë vendi, gjë që dëshmohet nga numri i lartë i vizitorëve. Fejimi u ndal dhe në investimet që po kryen në disa monumente dhe site kulturore. Ai përmendi punimet restauruese në Kalan e Kaninës, si dhe ndërhyrjet në objekte të tjera me rëndësi të veçantë në qarkun e Vlorës, të cilat kanë vlera të mëdha, historike dhe turistike. Sigurisht, unë Kalan e Kaninës për marrë së fundmi e përmenda e më parë që ka qenë mbyllur që prej muajit maj të vitit 2025 dhe unë nuk do të thosha që ka ndikuar numrin e vizitorëve, por një restaurimi i kalas, siç po kryet në çdo detaj të mundshëm të kalas, normalisht që rrit pritshmëritë tona për një numër edhe më të lartë të numrit të vizitorëve në Kalan e Kaninës. Kreu i Drejtorisë Rajonale të Kulturës foli dhe për Muzeun Hebraik, ku punimet vijojnë. Për shkak të këtyre punimeve, Muzeu Etnografik, që ndodhet pranë tij, është mbyllur përkohësisht. Sipas fejimit, paralelisht me ngritjen e Muzeut Hebraik, do të realizohet edhe rikonstruksioni i Muzeut Etnografik. Për sa i përket pastaj Muzeut Hebraik, do të thosha që punimet po ecin shumë mirë dhe Muzeu Etnografik që është në kufi me Muzeun Hebraik dhe ai do të nënshtrohet një proces i restaurimi pasi është hartuar projekti dhe do të financohet njëkohësisht ku do të kemi 2 objekte plotësisht të restauruara. Kurse për sa i përket xhamisë Plumbit, xhamisë Muradies, i cili është një investim i Agjencisë Turke për Zhvillim, siç e dini, në përmbytjet që kanë ndodhur në vitin 2024, ku e gjithë xhamia u përmbyt dhe u mbyll për një kohë të caktuar, deri në momentin sa u hartua projekti dhe në miratimin e tij u sigurua fondi dhe ne jemi përballë faktit sot që aty kanë filluar punimet e restaurimit, të cilat shpresojmë dhe besojmë që do ecin me ritmet e duhura ku brenda vitit 2027 në sezonin turistik xhamia e Muradies të jetë aksesueshme për gjithë vizitorët. Muzeu dhe sitet arkeologjike po tërheqin një interes gjithnjë më të madh të turistëve vendas dhe të huaj. Numri i vizitorëve rritet ndjeshëm gjatë sezonit turistik, duke konfirmuar rëndësinë në rritje të turizmit kulturor në qarkun e Vlorës. Shtëpia e lindjes së korifeut të letrave shqipe Ismail Kadare në qytetin e Gjirokastrës po shërben si një qendër e rëndësishme për tërheqjen e vizitorëve vendas dhe të huaj. Banesa, karakteristike prej guri në lagjen Palorto, ka marrë profilin e muzeut për jetën dhe veprën e Kadares, ndërsa përgjatë këtij viti ka mirëpritur rreth 5.000 vizitorë. Shtëpia e lindjes së korifeut të letrave shqipe Ismail Kadare në qytetin e Gjirokastrës po shërben si një qendër e rëndësishme për tërheqjen e vizitorëve vendas dhe të huaj. Megjithëse shkrimtari i njohur u nda nga jeta përpara 2 vitesh, sërish jeta dhe krimtaria letrare e Kadares vazhdojnë të tërheqin interesin e turistëve. Tashmë banesa, karakteristike prej guri në lagjen Palorto ka marrë profilin e muzeut për jetën dhe veprën e Kadares. Ndërsa përgjatë këtij viti ka mirëpritur rreth 5.000 vizitorë. Turistët vendas apo të huaj kërkojnë të shikojnë dhe të prekin nga afër muret dhe harqet e gurta të shtëpisë, në të cilën ka lindur Kadarea dhe përshkruhet plot detaje në disa prej romaneve të tij. Krahas punës në shërbim të vizitorëve, stafi që përkujdeset për banesën Kadare vazhdon të punojë për mbledhjen e relikeve të ndryshme që lidhen me jetën dhe krimtarinë letrare të shkrimtarit të njohur gjirokastrit. Sipas Ciceronit, Bruno Pietri, nëse krahasojmë me muzeet e tjera apo me atraksionet e tjera turistike që ka qyteti jonë, Muzeu Kadare është një muze i veçantë, një muze specifik ku kryesisht tërheq vizitorë që njohin shkrimtarin, tërheq vizitorë ku të paktën nga ata që kanë lexuar një vepër të tij dhe duan të prekin nga afër ambientet ku rrit gjeniu i letrave shqipe. Sigurisht kemi një numër të lartë vizitorësh, nëse krahasojmë me një vit më parë, është një rritje konstante nga viti në vit dhe kjo na jep shpresë edhe ky vit po vazhdon kështu dhe do vazhdoj deri në fund të vitit me këtë trend rritje vizitueshmërie.
Kryesisht kemi tepër vizitor francez nga vizitorët europian, por kemi edhe vizitor vendas shumë, por francezët janë ata që zënë vendin kryesor sepse siç dihet vepra e Kadares është përkthyer më tepër në frëngjisht se sa në gjuhët e tjera. Kryesisht ata duan të prekin nga afër ambientet e shtëpisë sepse bazohen tek romani Kronik në Gur ku Kadare përshkruan aq bukur çdo cet të shtëpisë ku ai u lind edhe u rit. Por kryesisht janë dhe veprat e tjera si Pallati i Ëndrave, Prilli i Thyer, Generali i Ushtrisë së Vdekur apo Darka e Gabuar që ata janë nga veprat më të lexuara të shkrimtarit. Kënaqësia që ne marrim këtu është kur ata thonë e njohim Gjirokastrën nga Ismail Kadare, e njohim Gjirokastrën nga vepra e Ismail Kadares dhe sigurisht që po ke thënë Kadare, ke thënë Gjirokastër dhe Anasjellta, sepse siç dihet Gjirokastra preket në pothuajse në gjysmat e veprave të Ismail Kadares në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër. Ndërsa një turiste angleze shprehet: "Më pëlqen shumë qëndrimi këtu. Është hera e dytë që vizitoj Shqipërinë dhe Gjirokastrën. Do të qëndroj për 3 ditë këtu." Ndërsa më tërheq shumë veçantia e kësaj shtëpie dhe gjithë qyteti i Gurt. Në këtë periudhë vere Gjirokastra po mirëpret një numër të lartë vizitorësh, të cilët vizitojnë vlerat e trashëgimisë kulturore dhe monumentet e kulturës së qytetit, të mbrojtur tashmë nga UNESCO. Për shkak të varësisë nga teknologjia, shumë prej të rinjve zgjedhin të lexojnë libra online, por për shkrimtarin Çliri Moxha kjo formë e leximit vret kreativitetin, si dhe shoqërohet me pasoja për shëndetin. Sipas Hoxhës, lexuesit sot janë kryesisht të moshës mbi 40 vjeç. Përdorimi në masë i rrjeteve sociale ka bërë që shumë prej të rinjve të heqin dorë nga leximi i librave. Shkrimtari Çliri Moxha thotë se ky është një fenomen global, por që në vendin tonë është më i theksuar. Hoxha rrjetet sociale i përshkruan si një drogë elektronike nga e cila krijon varësi, teksa thotë se të heqësh dorë nga libri do të thotë që ke hequr dorë nga dituria. Është vënë re ndjeshëm vitet e fundit. Konkurenca e padrejtë që i bëjnë rrjetet sociale, interneti, telefoni, libri. Si është situata sot, zoti Hoxha? Do të thonë, ka rënë interesi për të lexuar? Është shumë e vërtet, pyetja juaj është me vend. Unë do të thoshja që ne jetojmë, libri sot jeton në krizë. Në krizë. Nuk mendoj që është vetëm në Shqipëri, po është krizë globale për shkak të konkurrencës që i bën teknologjia, por në Shqipëri është më e theksuar për shkak të kushteve ekonomike, sociale dhe grupe të rinjve që kanë hequr dorë nga libri dhe rinë gjithë ditën në telefon, në pushtetin e internetit, që unë e kam quajtur drogë elektronike, për shkak se shkakton varësi dhe të mban të lidhur gjatë gjithë 24 orëve. Kjo është një sëmundje globale, por nuk e di, të rinjtë e Shqipërisë është shumë e theksuar. Duke hequr dorë nga libri, ti ke hequr dorë nga dia, nga dituria. Dhe duke marrë internetin, telefonin celular, ti i merë gjërat e gatshme, merë shumë informacion, ajo ka kosto kulturore, por që nuk të mbetet gjë në mendje. Ky është problemi. Për shkak të varësisë nga teknologjia, shumë prej të rinjve zgjedhin që të lexojnë libra online, por shkrimtari Hoxha pohon se nuk është e njëjta gjë. Sipas Hoxhës, kjo formë e leximit të vret kreativitetin, si edhe të dëmton syt dhe sistemin nervor. Leximi i librave nga telefoni apo qëndrimi i fëmijëve për një kohë të gjatë në të, sipas tij dëmton këta të fundit në shumë drejtime. Shumë thonë që lexojnë librin dhe online, pra në platforma. Është e njëjta ndjesi? Jo, nuk është e njëjta ndjesi. Teknologjia të vret kreativitetin, sidomos të rinjt, por të dëmton edhe sistemin nervor, edhe syt. Kurse libri ka tjetër ndjesi, është ajo era e letrës, e ke shok, e mban poshtë stëku, është diçka tjetër libri, ndjesi, ka ndjesi tjetër. Nuk është njësoj si teknologjia, si telefoni celular. Mund ta lexosh librin edhe online. Por është shumë i dëmshëm të përqendrosh syt aty me orë të tëra duke lexuar. Dhe thash që vret kreativitet, vetë shpiksi inteligjencës artificiale në Shtetet e Bashkuara Lemjer u bën thirrje prindërve. Kujdes me fëmijët me teknologjinë. Mos i lini fëmijët të qëndrojnë me orë të gjata në internet dhe në telefon, sepse vret kreativitetin e fëmijët. U jepni atyre librat. Madje ai këshillon prindrit që edhe në shtëpi hiqni televizorin nga dhoma e fëmijëve. U jepni atyre libra. I merrni fëmijët të vizitojnë panajiret e librit, të vizitojnë librarit, bibliotekat, i regjistrojnë në biblioteka fëmijët. Madje thot,
Madje, lexoni dhe ju, thot prindërve, libra të fëmijëve, që ata të shikojnë se sa të interesuar janë për librin. Dhe politika për librin ka rënë shumë. Hoxha konfirmon se sot lexon kryesisht mosha mbi 40 vjeç. Të rinjt sipas tij lexojnë shumë pak, duke u larguar nga libri, ku më të interesuara janë gratë dhe vajzat dhe shumë më pak meshkujt. Sipas tij duhet punuar më shumë nga institucionet vendore në mbështetje të librit, duke furnizuar me libra fondin e bibliotekës së Vlorës. Kush lexon sot? Cila është ajo grup mosh që ka mbetur ende besnik libri, po lexojnë mosha mbi moshën mesatare. Lexojnë libra dhe shumë pak janë ata të rinj që lexojnë libra. Unë e shoh, duke qenë këtu, e shikoj dhe konstatoj që rinia është larguar nga libri. Madje ne në kohën e rinisë tonë kemi qenë shumë të dhënë mbas librit, mbas bibliotekës, mbas aktiviteteve që kanë të bëjnë me letërsinë, me librin. Sot ke shumë pak të rinj, sidomos meshkujt njerë janë shumë me gishtat e dorës mund t'i numërosh. Më të interesuara janë vajzat, gratë, për librat, por që kjo është një sëmundje që e ka prur koha dhe prandaj libri reziston edhe duhet punuar më shumë akoma në institucionet e vendit, sepse është e pafarshme që nëse në Kosovë i kushtohet shumë rëndësi librit dhe furnizimit të bibliotekave me libra, në Shqipëri ndodh krejt e kundërta. Në Shqipëri janë me pikatore ajo mbështetje financiare që jepet për librin nga Ministria e Kulturës, do të thoshja, por edhe nga institucionet e tjera që kanë për detyrë, siç janë bashkitë që duhet të investojnë për librin. Pra që librarit, bibliotekat të furnizojnë me literaturë të shumtë gjatë vitit. Më ka bërë përshtypje se si në Kosovë qeveria e Kosovës, ministria atje japin miliona, do më thënë, për të blerë libra për bibliotekat, për pasurimin e bibliotekas, dhe në Shqipëri ndodh krejt e kundërta. Të rinjt po lexojnë gjithmonë e më pak teksa nga ana tjetër sipas statistikave, përdorimi i internetit, teknologjisë dhe rrjeteve sociale po pëson rritje, ku pjesë e tyre është çdo grup mosh nga fëmijët tek pensionistët. Cirku për fëmijë, një tjetër aktivitet i Qendrës së Kulturës në Vlorë, i cili përgjatë mbrëmjesës së shtunës mlodhi pas vetes me 10 fëmijë dhe adoleshentë të qytetit. Numrat e magjisë, shpejtësisë dhe animacioni i prestigjatorit Ylli Meçaj dhuruan për vogëlushët një mbrëmje ndryshe. Cirku për fëmijë, një tjetër aktivitet i Qendrës Kulturore Vlorë, që mblodhi pranë vetes me 10 fëmijë të vegjël dhe adoleshentë mbrëmjen e së shtunës. Prestigjatori Ylli Meçaj me numrat e tij të magjisë mahniti fëmijët në sheshin tek Sahati, i cili u zgjodhenkas për këtë shfaqje, pasi muajt e fundit është kthyer në një park lojrash që mbledh pas vetes me qindra vogëlush. Magji, lojra shpejtësie, truke për të qeshur, si edhe animacion, ishin disa nga performancat që gëzuan më tepër vogëlushët. Të tilla performanca, fëmijët, por edhe prindërit e tyre, të cilët e pan nga afër cirkun për fëmijë, i vlerësuan me duar trokitje dhe shumë të qeshura. Mjaftoi më tepër si 60 minuta performancë për të ndryshuar atmosferën në sheshin e qendër të Vlorës dhe për të dhuruar një mbrëmje ndryshe për të vegjëlit e qytetit. Cirku për fëmijë hap siparin e aktiviteteve të Qendrës Kulturore Vlorë për gjatë muajit gusht. Aktivitete këto që do të jenë të shumëllojshme, duke nisur nga koncertet festive, tek eventet për fëmijë, ekspozita pikture, teatri i kukullave, pa harruar edhe bibliotekën e qytetit me aktivitete, të cilat kanë në qendër librin. Një vajzë është përplasur teksa kalonte vizat e bardha nga një automjet që nuk i ndaloi semaforit të kuq. Pranish hipotekës në Vlorë, e aksidentuara ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve, ndërsa policia po punon për identifikimin e shoferit.
Një aksident është regjistruar rreth mesnatës në aksin e Transballkanikes pranë ish hipotekës në Vlorë. Sipas të dhënave paraprake, një automjet tip Porsche me ngjyrë të bardhë ka përplasur një vajzë të re e cila në ato momente po kalonte rrugën në vijat e bardha. Pas përplasjes, automjeti nuk është ndalur, por është larguar nga vendi ngjarjes. E reja është marrë dhe është transportuar në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore, ndërsa në vend ngjarje është njoftuar edhe policia. Disa kalimtarë që kanë qenë pranë vendit të aksidentit pretendojnë se automjeti ka në kryqëzim duke kaluar me semafor të kuq. Megjithatë, kjo mbetet një dëshmi paraprake dhe pritet të verifikohet nga policia përmes kçyrjes së kamerave të sigurisë dhe veprimeve të tjera hetimore. Ende nuk ka një informacion zyrtar mbi gjendjen shëndetësore të vajzës dhe as mbi identitetin e drejtuesit të automjetit që u largua pas përplasjes. Policia e Vlorës pritet të dalë me një njoftim zyrtar lidhur me ngjarjen, ndërsa vijojnë veprimet për zbardhjen e rrethanave të aksidentit dhe identifikimin e automjetit. Në zonat bregdetare vijojnë kontrollet për garantimin e përdorimit të rregullt të hapësirave publike dhe respektimin e standardeve të administrimit të plazheve. Në zonat bregdetare vijojnë kontrollet për garantimin e përdorimit të rregullt të hapësirave publike dhe respektimin e standardeve të administrimit të plazheve. Mësohet se këtë të premte inspektimet nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit kanë vijuar në Himar për respektimin e hapësirave publike në plazhe. Inspektorët të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit dhe inspektorët të Bashkisë Himar janë në kontroll të respektimit të hapësirave publike në plazhe. Sipas Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, kontrollet synojnë një menaxhim më efikas të plazheve publike, garantim të aksesit të lirë për pushuesit dhe respektimin e standardeve të përcaktuara për sezonin veror. Sipas AKB, do të vijojë monitorimi përgjatë vijës bregdetare me prioritet mbrojtjen e hapësirave publike dhe krijimin e kushteve sa më të mira për qytetarët dhe turistët që zgjedhin Bregdetin shqiptar gjatë muajve të verës. Të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.